Titulli i librit është titulli një poezie brenda këtij libri, i jepi një leje pranverës. Është, si të thuash, një poezi që ka tematikën e dashurisë. Është një poezi që e kalon sakun e të qenë një poezi erotike, duke marrë përmasa të mendimit mëtej që pranvera duhet të jetë e pranishme në zemrat njerëzore. Kështu që ky titull më inspiroi, i kësaj poezie më inspiroi pastaj që ta vendosja edhe në si titull të librit. Mendoj se kam shprehur atë çka kam ndjerë. Libri është i ndarë në 3 cikle kryesore. Cikli i parë është i mbetur pa ferë. Kuptohet që në këtë cikël përmbledhen të gjitha poezitë që i kushtohen kohës në të cilën jetojnë, realitetit në të cilin jetojnë, i përgjigjen atyre shqetësimeve që ndjen uni poetik në këtë shoqëri që e quajmë të civilizuar, por ndërkohë është një shoqëri e pacivilizuar. Është kjo shoqëri në një realitet që disa mund ta quajnë të bukur, por unë e shoh me syrin e asaj që ky realitet nuk është i denjë për një shoqëri që kërkon të ecë përpara dhe të rendisë veten në grupin e kombeve më të kulturore të Europës, dhe të gjitha këto shqetësime që kam ndjerë janë të përmbledhur në këtë cikël. Një vend të veçantë dhe një cikël që është titulluar pak vend për ngjyrat e dumres. Kuptohet edhe nga vetë titulli i këtij cikli, janë 10 poezi që i kushtohen dumres dhe bukurive të saj natyrore, dhe nuk ndalen vetëm tek bukuritë natyrore të cilat ja ka dhuruar Zoti, por edhe në atë bukurinë e shpirtit njerëzor të dumresve, të atyre që e popullojnë këtë krahin nga më të bukurat e Shqipërisë. Është, si të thuash, lura numër 2 e atëdheut tonë, që është shquar për bukuritë natyrore, dhe e kam kompletuar këtë cikël ashtu si e kam njohur dumren, ashtu si e njoh dumren, ashtu si i kam njohur dumreasit, dhe ashtu si më kanë njohur dhe mua dumreasit. Cikli i tretë i poezive ka të bëj pasaj me ato shpërthimet lirike të mia si poet për problemet e ëmbla, si të thuash, ta përdorim një epitet metaforik, ato bukuritë e ëmbla të shpirtit njerëzor. E kam titulluar Angjëjt e din vet ku zbresin, dhe në qoftë se e marrim këtë udhëtim poetik, i detyrohem pak a shumë edhe titullit që i ka vendosur parathënies përkthyesi i njohur Lushnjak Gzim Baruti. Është një udhëtim nga ferri tek angjëjt. Kështu që me këtë cikël mbyllet të gjithë poezia, përmbledhen të gjitha poezitë për njerëzit e mi të dashur, poezia për miqësinë dhe për shoqërinë, poezia për dashurinë, e gjithçka tjetër që përmban jeta njerëzore.